Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Rind për të rind rreth Shkoçra. Sot do të flasim për një aktivitet shumë të veçantë që i dha një ngjyrë, muzikë dhe emocion qytetit të Korçës. Bëhet fjalë për edicionin e 50 të festivalit Zekinodoro, një aktivitet që forcon lidhjet kulturore mes Shqipërisë dhe Italisë dhe nxit dashurinë për gjuhën italiane tek të rinjtë. Nxënësit nga shkolla nëntëvjeçare kanë qenë të ftuar për të interpretuar këngë të famshme italiane, duke sjellë në skenë entuziazmin dhe talentin e tyre. Gjithashtu kanë qenë të ftuar nxënës nga gjimnazi Themistokli Gërmenji, të cilët kanë patur numrat e tyre përshëndetës. Do të ndjekim një material të shkurtër për të mësuar më shumë rreth aktivitetit dhe do të rikthehemi në studio me gjithë të ftuarit. Korça mirëpriti edicionin e 5 të festivalit Zekinodoro që u mbajt në teatrin Andon Zako Çajupi. Në këtë aktivitet morën pjesë nxënës të shkollave nëntëvjeçare dhe të gjimnazit Themistokli Gërmenji, të cilët ndjekin seksionin dygjuhësh, duke interpretuar me pasion këngë të njohura italiane. Synimi i këtij festivali është forcimi i lidhjeve kulturore mes dy vendeve përmes artit dhe gjuhës. Zekinodoro vjen në një moment të rëndësishëm që lidhet me javën e gjuhës italiane në botë, e cila është një nga ngjarjet kryesore për përhapjen e gjuhës dhe kulturës italiane jashtë vendit, në këtë rast në Shqipëri. Këto aktivitete shërbejnë jo vetëm si ura lidhëse mes Shqipërisë dhe Italisë, por edhe për të promovuar talentin e fëmijëve. Janë aktivitete të rëndësishme, edukative dhe kulturore. Fëmijët pjesëmarrës shprehen emocionet e tyre për këtë përvojë të veçantë që jo vetëm promovon talentin e tyre muzikor, por edhe dashurinë për gjuhën dhe kulturën italiane. Është ere 4 që marr pjesë në Zekinodoro dhe është një aktivitet shumë i bukur për mua dhe afrohem më shumë me gjuhën italiane. Këtë vit jam me një prezantim të një këngë. Më parë kam kënduar, dhe gjithashtu edhe kam kërcyer. Zekinodoro po kthehet tashmë në një traditë të bukur për qytetin e Korçës, që ndërthur artin me miqësinë mes dy vendeve. I pranishëm ka qenë edhe ambasadori i Italisë në Shqipëri, Marco Alberti, i cili përshëndeti aktivitetin dhe ndau çmime tek këtij festivali. Pasi kemi ndjekur materialin përmbledhës për këtë aktivitet, jemi në studio me mësuesen koordinatore, Maria Rosaria Mërmone. Ciao, përshëndetje mësuese. Përshëndetje, buongiorno. Dhe me Hamdiona Terolin, nxënëse të gjimnazit Themistokli Gërmenji. Përshëndetje, Jona. Përshëndetje, Elena. Fillimisht për mësuesen, sa i rëndësishëm ka qenë ky festival për nxënësit që e mësojnë gjuhën italiane? Quanto è importante è stato questo concorso per i studenti e gli alunni che imparano la lingua italiana? Questo concorso è fondamentale, è come si può dire, è importante perché avvicina moltissimo i bambini, perché è fondamentalmente una festa per i bambini e li avvicina molto alla lingua italiana, perché c'è anche un approfondimento proprio sul lessico, sulle parole. Profesoria thot se ky si konkurs është shumë i rëndësishëm për të gjithë për të gjithë nxënësit që mësojnë italishten, sepse është pikërisht në sajt të këtij konkursi që ata lidhen me kulturën italiane, mësojnë gjuhën italiane duke pasuruar fjalorin, duke mësuar fjalë të reja nëpërmjet mësimit të këngëve të famshme, dhe është një mënyrë për të lidhur ata edhe me Italinë edhe me gjuhën italiane që janë duke mësuar. Perché non è soltanto, diciamo, la canzone, ma è proprio un approfondimento, quindi lo spettacolo è la parte finale di un lungo lavoro sul lessico italiano. Nuk është vetëm kënga ajo që i lidh nxënësit, por është një thellim i të gjithë njohurive. Për le të themi se mësimi i italishtes përfundon dhe finali është Zekinodoro me të gjithë mësimin e këngëve dhe festivalin e bukur që realizohet. Çfarë vlerash kulturore sjell festivali Zekinodoro për shkollat për nxënësit e qytetit të Korçës? Quali sono i valori culturali che Zekinodoro porta nella nostra città e per i nostri studenti? I vostri studenti, i nostri, hanno già, diciamo, tanti valori della famiglia, dell'amicizia. Io credo che semplicemente c'è un approfondimento e un consolidamento del valore della condivisione, condividere dei momenti insieme.
Nxënësit tanë, nxënësit e të gjitha shkollave nëntëvjeçare janë nxënës të formuar me shumë vlera, me vlerën e familjes, me vlerën e miqësisë, por le të themi se Xhekino Doro ju mundëson atyre vlerën e ndarjes së çasteve, ndarjes së momenteve, edhe ndarjen e eksperiencave së bashku. Unë di gjithashtu që edhe ti ke qenë pjesë pra e këtij festivali. Si ka qenë për ty të jesh pjesëmarrëse dhe çfarë roli kishe ti në festival? Atëherë, unë doja ta nisja me festivalin që sapo u zhvillua, ashtu siç edhe ti e the, është edicioni i 5 i këtij festivali. Dhe ne si gjimnazi Themistokle Ligër me një kishim pjesën hapëse të emisionit, kishim gjithashtu edhe momentet përshëndetëse, kishim 2 pjesë përshëndetëse, unë personalisht së bashku me një shoqen time të klasës, kishim një pjesë përshëndetëse nga fjalimi i Papa Franceskut, unë e dua shkollën, amo la scuola, titullohet, dhe ishte një pjesë përshëndetëse në të cilën theksoi rëndësia e edukimit, e shkollimit, e vlerave të përbashkëta, e momenteve të ndara në mjediset e shkollës dhe jo vetëm dhe miqësitë e krijuara. Dhe në fund pastaj unë kisha edhe kënaqësinë shumë të madhe që profesore Alma Zaimi, profesore që unë e përshëndes, ka qenë profesorja ime në nëntëvjeçare, është mësuese që jep lëndën e gjuhës italishte në shkollën Sevasti Qiriazi. Ajo më dha detyrën për të bërë unë mbylljen e Xhekino Doro për pjesën e shkollës Sevasti Qiriazi dhe në fakt unë deva shumë emocionuar sepse pikërisht aty ka nisur rrugtimi im me Xhekino Doro. Unë kam qenë pjesë që në edicionin e parë si prezantuese e shkollës time, prezantuese e shkollës Sevasti Qiriazi. Dhe më erdhi shumë mirë që unë që jam në vitin e 3 të gjimnazit, pra që unë përfundoj ciklin e gjimnazit, të mbyllja njëkohësisht edhe rrugtimin e Xhekino Doros aty ku e kisha nisur, pra me shkollën Sevasti Qiriazi, dhe ishte vërtet një moment i veçantë. Çfarë ndjesi shpate kur dole në skenë? Tani pjesa e skenës është një dëshëri për mua. Unë personalisht e dua shumë skenën, e dua komunikimin me publikun edhe të gjitha ato emocionet e bukura që skena të dhuron. Por skena e Xhekinos është një skenë tjetër, është një skenë që të kujton ato momentet e fëmijërisë, janë këngët që ne të gjithë i kemi dëgjuar, këngët italiane, dhe të jesh aty mes të gjithë fëmijëve, gjëja e parë që të vjen në mendje është sikur të isha edhe një herë kaq e vogël. Domethënë ne gjithmonë kur jemi të vegjël themi se do doja të rritem edhe të bëhem më madh, por në të vërtetë ajo skena e Xhekinos të kujton se sa e rëndësishme është të jesh i vogël dhe ta shijosh çdo moment. Dhe është një emocion shumë i bukur që të kthem pas në kohë, dhe mua më ktheu në të gjitha edicionet e Xhekino Doros kur unë kam marrë pjesë në shkollën vjeçare dhe në gjimnaz. Është vërtet një skenë që unë dua. Kë konsideron si sfidën më të madhe gjatë përgatitjes tënde për festivalin Xhekino Doro? Sfida më e madhe do të thoja se është pikërisht të interpretuarit e pjesës që ty të është dhënë, ashtu siç edhe personi që e ka bërë. Unë personalisht kisha, siç e thash, Amo la scuola, fjalimin e Papa Franceskut, dhe normalisht me të gjitha ato mesazhet e bukura që i ndjeri Papa Francesco, sepse ne këto e bëm në shenjë homazhi, duke qenë se para pak kohësh ai u nda nga jeta, dhe të përcillet të gjitha ato mesazhet aq të rëndësishme që ai kishte transmetuar përpara një grupi shumë të madh njerëzish gjatë fjalimit të tij, ishte një peshë më vete dhe kishte rëndësinë e saj pa diskutim. Dhe ishin të gjitha ato mesazhe që vlejnë, që ndoshta ndonjëherë ne të rëmbyer nga ritmi i jetës i harrojmë, por që janë mesazhe që duhet t'i kujtojmë edhe çdo ditë kur zgjohemi në mëngjes t'i përsërisim vetëm për të mos i harruar asnjëherë. Profesore, si u përgatit seksioni 2 gjuhësh për këtë aktivitet? Come hai preparato il sezione bilingue per tutta questa attività? Abbiamo innanzitutto scelto dei brani da poter presentare perché il liceo, come appunto stava dicendo anche Emi, ha partecipato con dei brani fuori concorso, quindi abbiamo prima discusso tutti insieme su quali brani potevano essere più adatti per questa festa dei bambini, e abbiamo scelto appunto un brano, Amo la scuola, di Papa Francesco, e abbiamo reso poi omaggio anche ad un scrittore molto importante, Stefano Benni, recentemente scomparso. E poi abbiamo preparato proprio
l'aspetto tecnico, perché comunque i ragazzi del liceo sono stati fondamentali per mantenere l'ordine, quindi per sorvegliare, hanno aiutato le insegnanti con i bambini, perché è stato sicuramente un lavoro di squadra. E appunto questo è un altro dei valori, ricollegandomi alla domanda che mi hai fatto prima, praticamente è importante proprio il lavoro di squadra, e al liceo è stato sicuramente un lavoro di squadra. Profesorja tha se fillimisht puna ka nisur të zgjidhnim pjesët me të cilat ne do të paraqiteshim në skenë, duke qenë se ne zgjodhëm 2 pjesë që ishin jashtë konkurimit. Konkurimi bëj vetëm me shkollave nëntëvjeçare, por ne dham fjalën tonë përshëndetëse në saj të 2 pjesëve zgjodhëm pikërisht fjalimin Amo la Scuola të Papa Franceskut, dhe për të bërë përsëri omazh për një tjetër figurë shumë të rëndësishme italiane që së fundmi është dalë nga jeta, Stefano Beni, kemi zgjedhur edhe një pjesë të tij, La Chitarra Magica, kitara magjike, të cilën e interpretojnë nxënësit e klasës së 11, dhe puna ka nisur pikërisht që në këtë moment me përzgjedhjen e pjesëve të cilat ne do të interpretonim, me përgatitjen për të mësuar dhe për të interpretuar këto pjesë në skenë, dhe më pas një tjetër aspekt shumë i rëndësishëm me të cilën ne si nxënës të Themistokliut të seksionit dëgjues kontribuam, ishte pikërisht ruajtja e rendit të qetësisë për t'u ardhur në ndihmë jo vetëm publikut për të shijuar shfaqjen në çdo moment, por edhe për të ndihmuar mësueset e shkollave nëntëvjeçare me koordinimin edhe me largimin, daljen dhe hyrjen në skenë të gjithë fëmijëve të nëntëvjeçares. Kryuam një grup i cili do të menaxhonte duke u ndarë në pika të ndryshme të teatrit për të bërë pikërisht daljen dhe hyrjen nga skena të koreve të shkollave për t'i vendosur ata të gjithë në vendet e tyre dhe për të ruajtur qetësinë gjatë gjithë këtij procesi në mënyrë që publiku që ndiqte shfaqjen e shkollës pasardhëse të kishte një qetësi të plotë në skenë dhe të kishte një mundësi për të shijuar të gjithë spektaklin. Dhe mund të themi se është pikërisht kjo puna në skuadër ajo që ishte shumë e rëndësishme tek nxënësit e seksionit dëgjues për të arritur në realizimin sa më të paqët dhe sa më të qetë të gjithë konkursit Zekino d'Oro. Cila ka qenë pjesa më e vështirë gjatë punës dhe përgatitjes me fëmijët? Qual è stata la parte più difficile durante la preparazione dei bambini durante questo lavoro di squadra? Sicuramente la parte più importante la fanno le scuole novennali, sono loro che hanno il lavoro più consistente perché devono preparare tanti bambini. Quest'anno avevamo 5 scuole in gara e i cori molto numerosi, un coro addirittura di 55 bambini se non ricordo male, un altro di 45, e probabilmente la cosa più difficile è preparare loro e anche farli stare in ordine, però devo dire che è andato tutto molto bene. Quello che ci preoccupava, che era appunto fare in modo che i bambini, i ragazzi stessero, diciamo, tranquilli, in realtà poi si è rivelato semplicissimo perché tutto è filato così come lo avevamo preparato. Pjesa më e rëndësishme dhe më e vështirë, profesorja thotë që pa diskutim është përgatitja e shkollave nëntëvjeçare, sepse ishin ato që ishin në konkurim me njëra tjetrën. Për herë të parë kishim 5 shkolla që ishin në konkurim, kishim të ftuar edhe një shkollë nga Prenjasi, ishte shkolla Rajc Fush, ajo e cila kishte përgatitur një 2 numra të saj, një kërcim tradicionale dhe një pjesë në klarinet. Dhe pjesa më e vështirë pa diskutim që ishte përgatitja e nxënësve e koreve, duke qenë se ishin 155 fëmijë dhe nxënës të shkollave nëntëvjeçare që duhet të përgatiteshin për të interpretuar në skenë. Dhe kjo normalisht që kishte rëndësinë e saj, sepse ishte tek e fundit gara e tyre, ishte spektakli i tyre. Por për ne pjesa më e vështirë dhe ajo në të cilën ne kishim më shumë merak ishte pikërisht dalja dhe hyrja në skenë e fëmijëve që të bëhej në mënyrë ashtu siç ne i kishim menduar dhe u realizua ashtu siç ne i kishim planifikuar, pra pa shkaktuar asnjë problem për të gjithë publikun që na ndiqte dhe për këtë ishim shumë të lumtur. Jona, cilat janë avantazhet më të mëdha të ndjekjes së këtij programi, pra të programit dëgjues, dhe a të ka ndihmuar ky program në performimin tënd në gjuhën italiane? Pa diskutim. Unë faktikisht kam qenë pjesë e seksionit dëgjues që në nëntëvjeçare, pra kam qenë në një shkollë në shkollën Sevasti Zhirazi, ku që në klasë të tretë si gjuhë të huaj të parë unë kam pasur italishtën, dhe më pas ka qenë dëshira imja
dhe vendimi im ishte të ndiqja studimet në seksionin dëgjues, pra në gjimnazit e Misokli Grimei, dhe mund të them që ka qenë zgjedhja më e mirë që unë kam bërë për veten time, zgjedhja që të gjithë nxënësve doja u sugjeroja, sepse është shumë ndryshe të studiosh paralelisht dy kultura, pra kulturën shqiptare nga njëra anë dhe kulturën italiane nga ana tjetër, sepse ndryshe nga 9-vjeçarët ku ti thjesht mëson gjuhën italiane, ashtu si që ndodh edhe në gjimnaz me gjuhën e huaj, në seksionin të gjuhës ne mësojmë kulturën italiane, ne mësojmë letërsinë italiane, mësojmë artin italian, mësojmë historinë në gjuhën italiane, shkencat si matematika, fizika, biologjia, ne i bëjmë në italisht, dhe këto janë të gjitha përfitime shumë të mëdha, sidomos për nxënësit që synim kanë edhe të shkojnë për të studiuar në Itali apo dhe jo vetëm. Formimi që seksioni të gjuhës të jep në çdo aspekt, si në aspektin shoqëror ashtu dhe në aspektin shkencor, është një formim si në shkollë italiane. Pra jemi njësoj dhe paralelisht me programet italiane të gjimnazeve italiane, dhe kjo pa diskutim që është një plus shumë i madh për të gjithë ata nxënës të cilët synimet e tyre i kanë të qarta dhe dëshirojnë që të vazhdojnë studimet jashtë vendit. Pa diskutim dhe ata të cilët dëshirojnë që të qëndrojnë në Shqipëri dhe të vazhdojnë studimet këtu, do e shohin që janë vërtet shumë herë më të përgatitur se sa nxënësit e gjimnazeve të thjeshta. Dhe përveç kësaj, në seksionin dëgjues aktivitetet janë të pafundme, sidomos këtë vit të gjithë ata që ndjekin rrjetet sociale të shkollës tonë shohin që një postim në javë është e sigurt që i dedikohet seksionit dëgjues, dhe janë aktivitete të cilat të formojnë ty, nuk janë aktivitete monotone, janë aktivitete që ty të prezantojnë me kulturën italiane, me mënyrën e jetesës në Itali apo edhe në Bashkimin Evropian në tërësi, dhe janë të gjitha aktivitete që ty të krijojnë shumë lidhje, të krijojnë lidhje me nxënës nga Italia, me nxënës nga vende të tjera. Unë personalisht kam pafund eksperienca të tilla, kam shkuar 2 herë në Itali në saj të projekteve që ne kemi realizuar, vitin e parë me një konkurs Viva Marga, dhe këtë vit në një shkollë verore dedikuar tërësisht radioaktivitetit edhe radonit, një tjetër projekt që ne e zhvillojmë në seksionin tonë, dhe janë të gjitha mundësi që ty të krijojnë pafund lidhje, të bëjnë të kuptosh se si studiohet edhe se si praktikohen këto projekte që ne i bëjmë edhe këtu në gjimnazet italiane. Dhe pa diskutim, pastaj kultura italiane është një kulturë që ne të gjithë e dim se sa e gjerë dhe se sa e bukur është mbi të gjitha, kështu që të kesh mundësinë ta studiosh atë jo në momentin që shkon në Itali, po që kur je këtu në Shqipëri është gjëja më e bukur. Profesore, a mendoni se aktivitetet të tilla si festivali Zecchino d'Oro duhet të organizohen më shpesh nëpër shkolla? Penso che attività come Zecchino d'Oro devono essere più spessi. Assolutamente sì, infatti da quest'anno noi abbiamo aumentato il numero delle attività all'interno del liceo e anche in continuità con le novennali, perché abbiamo già fatto dei progetti, abbiamo realizzato un progetto per la settimana della lingua italiana che è l'arte e la moda, poi abbiamo avuto un incontro in biblioteca per parlare di autori italiani, poi abbiamo un progetto che appunto, come diceva Emi, il Viva Marga, e abbiamo prossimamente, tra pochi giorni, un evento molto importante che è sull'alimentazione, che è in continuità anche con le novennali, soprattutto per quanto riguarda lo spreco alimentare, ed è la settimana della cucina italiana nel mondo, che quest'anno viene organizzata in maniera diversa, e questo avvicina molto i ragazzi alla scuola e ovviamente alla lingua italiana, perché quest'anno l'evento non sarà soltanto un evento come dire commerciale, anzi non sarà un evento commerciale, ma sarà soprattutto un evento didattico, di formazione. Avremo dei seminari, avremo delle lezioni e c'è una delegazione di una scuola italiana che verrà appunto ad aiutarci per questa settimana della cucina italiana, e con la collaborazione anche dell'Istituto Alberghiero
locale. E poi tantissime altre attività, abbiamo giochi matematici, sempre in continuità con la novennale, e in genere l'orientamento per tenere uniti appunto il liceo, il ginnasio Temistoclide Armeni con le novennali Sevasti-Ciriasi e Panderizzali. E queste attività sono fondamentali perché ai ragazzi, ai bambini, ai ragazzi piace fare una didattica di tipo diverso, quindi una lezione che non è soltanto una spiegazione, ma è una lezione pratica, una lezione viva. Profesorja sapo tha që pa diskutim aktivitetet të tjera si Xekino Doro duhet që të organizohen, dhe në fakt ne, ashtu si që dhe unë e përmenda pak më parë, në seksionin dëgjues kemi pafund aktivitete. Kemi aktivitetin që kemi bërë në kuadër të javës së gjuhës italiane në botë, është një aktivitet në të cilin ne kemi organizuar disa videokonferenca me një shkollë profesionale në Udine, e specializuar në fushën e modës. Kemi organizuar aktivitetet të tjera si Margherita Hag dhe Hana, është një vazhdimsi i projektit Viva Marga, në të cilin unë kam qenë pjesë e grupit që ka prezantuar Shqipërinë në Itali. Kemi bërë aktivitete të tjera, një ndër të cilat është edhe një takim në të cilin ne kemi shkuar në bibliotekën e qytetit për të folur të gjithë së bashku si nxënës të seksionit, në prani edhe të Antonio Bablukut, për letërsinë italiane. Kemi folur për autor të ndryshëm italian, ata të cilët janë, le të themi, mjeshtër të letërsisë italiane dhe figura shumë të rëndësishme të kulturës dhe artit italian. Gjithashtu, një ndër aktivitetet që ne jemi duke realizuar së shpejti, javën e ardhshme do të kemi një delegacion nga Instituti Stringer, një shkollë profesionale e Udines, për javën e kuzhinës italiane në botë, në të cilën do të organizojmë seminare të ndryshme duke i vënë një fokus shumë të rëndësishëm shpërdorimit ushqimor dhe se si mund ta parandalojmë atë, kushtet në të cilat duhet të konservohen ushqimet për të ulur pikërisht pra shpërdorimin ushqimor, dhe normalisht do të ketë edhe momente ku do të gatuhet recetat italiane në bashkëpunim me grupin të përbërë prej 4 studentesh dhe 4 profesorës nga ky institut. Këto janë aktivitetet të cilat, disa prej të cilave janë edhe në vazhdimsi dhe në lidhje me shkollat nëntëvjeçare. Aktiviteti realizuar për javën e kuzhinës italiane do të jetë gjithashtu në bashkëpunim me shkollat nëntëvjeçare, do të kemi pra të ftuar edhe fëmijë nga shkollat nëntëvjeçare. Janë aktivitete të tjera si lojra matematikore që i bëjnë profesorët e matematikës tek shkollat nëntëvjeçare pikërisht për t'i afruar nxënësit me të studiuarin e shkencës së matematikës në gjuhën italiane, ashtu siç ne në lice bëjmë, dhe aktivitete të tjera Xekino Doro, siç e përmendëm. Janë të gjitha aktivitete të cilat i afrojnë nxënësit edhe fëmijët të shkollave nëntëvjeçare me të mësuarin jo vetëm të gjuhës italiane, por edhe të kulturës italiane, për t'i lidhur ata me këtë gjuhë që janë duke studiuar dhe për t'i bërë ata të kuptojnë se sa e rëndësishme është të studiuarit e një gjuhë të huaj dhe sidomos e gjuhës italiane. Ju falenderoj shumë të dyjave, grazie. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit. Kemi qenë në studio me të ftuar mësuesen italiane koordinatore Maria Rosaria dhe nxënësen e gjimnazit Temistokli Armeni Hamdiona Tërolli, ku kemi folur për festivalin e këngës Xekino Doro. Do të rikthehemi në studio përsëri me disa të ftuar. Na ndiqni. Miq, jemi rikthyer në studio ku do të flasim më tepër për këtë festival Xekino Doro dhe kemi të ftuar mësuesin koordinatore Eugenia Gordano. Përshëndetje. Përshëndetje. Dhe gjimnazistin e Temistokli Armenit, Marina Qose. Përshëndetje Marina. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si fillim për profesoren, sa i rëndësishëm është ky festival për nxënësit që mësojnë gjuhën italiane? Quanto è importante questo festival per gli alunni che imparano la lingua italiana? In Albania questo festival è molto amato dai bambini, dalle famiglie. La sezione italiana delle scuole novennali e del liceo di Corcia ricevono questa opportunità con grande soddisfazione. Perché? Perché è importante? È importante perché i bambini si riuniscono insieme, condividono i valori dello Zecchino d'Oro e hanno l'occasione di confrontarsi anche in questa sfida canora molto importante.
Si fillim, ky festival, si i ardhur që nga festivali italian, është shumë i dashur për të gjitha familjet shqiptare dhe ju jep mundësinë nxënësve të seksioneve dëgjuese shqiptare italiane të shkollave nëntëvjeçare dhe të seksionit tonë gjimnaz për të konfrontuar më shumë me kulturën italiane. Gjithashtu jep një satisfaksion shumë pozitiv si festival për shkak se përfaqëson gëzimin edhe lumturinë fëminore. Po. Çfarë vlerash kulturore sjell Zecchino për shkollat e Korçës? Quali valori culturali porta Zecchino d'Oro per i bambini e per le sezioni? I valori dello Zecchino d'Oro sono valori internazionali e mirati a uno sviluppo e una crescita complessiva dell'infanzia. Sono soprattutto l'integrazione, l'inclusione e lo spirito sportivo che specialmente in questa edizione corciana ha vinto decisamente la gara. Është një festival që sjell shumë vlera, kryesisht vlerat e bashkëpunimit, të inkluzimit apo dhe vlera sportive, të shpirtit sportiv, sidomos këtë edicion ku këto vlera ishin shumë mirë të detajuara për shkak se kishte sa aktivitet fizik, aq edhe shpirt bashkëpunimi apo dhe lumturinë fëminore. Marino, po për ty si ishte që të merrje pjesë në festivalin Zecchino d'Oro dhe çfarë ndjesi pate kur dole në skenë? Të them të vërtetën si ambientuar tashmë me skenën, çdo dalje është emocion ndryshe. Duke marrë parasysh edhe faktin që je në një festival të përbërë nga fëmijët, rikthesh sërish në ato kohë kur kupton se fëmijëria është ajo periudha më e bukur e jetës, më e pafajshme, më pa djallëzi, ajo periudha ku ti kërkon gjithmonë të jesh sa më mirë, kërkon gjithmonë për eksperienca të reja dhe në momentin që po bëja prova në teatr ku ishin edhe fëmijët, si thua nuk është jam ndonjë moshtuar i madh, por prap në krahasim me ta rindjen edhe njëra të fëmijën që të rrizohet brenda teje. E kuptoj. Cila ka qenë sfida më e madhe që ke hasur gjatë përgatitjes? Sfida më e madhe mund të them koordinimi i orareve apo i planeve nga njëra nga shkollat dhe mësimet, nga ana tjetër provat dhe teksti për të mësuar përmendesh, por çdo gjë u arrit fal pasionit e dëshirës. Për profesoren, cila ishte pjesa më e vështirë gjatë përgatitjes së nxënësve? Qual è stata la parte più difficile della preparazione? Se ho capito la risposta di Marino, anche per i professori, coordinare gli orari delle lezioni scolastiche, anche per i dirigenti è stato molto complicato. Per il resto abbiamo fatto tutto con entusiasmo. La professoressa Milana vi spiegherà i dettagli di questa preparazione che comunque richiede molto ma molto tempo. Kishte kuptuar edhe përgjigjen që kuptova. Vështirësi pati edhe pjesa e koordinimit të orareve ka qenë, por përsa i përket përgatitjeve do të jetë mësuese Emiliana që do të flasë pak më vonë. E kuptoj. A ndihmon muzika në mësimin e një gjuhë të huaj? Jo, ujtare. Po. Ndihmon shumë. Perché si impara giocando. E kuptoj. Si vlerësoni bashkëpunimin me ambasadën italiane dhe institucionet lokale? Come valuta la collaborazione tra l'ambasciata italiana e gli istituzioni? Su questo non tocca a noi della sezione rispondere. Per quanto riguarda lo spettacolo dello Zecchino d'Oro, la collaborazione è stata grandiosa, abbiamo potuto usufruire del Teatro Ciaiupi come ogni anno perché siamo alla 5ª edizione dello Zecchino d'Oro che ci è stato concesso con piacere dalla direttrice Zamira. Për këtë pjesë nuk na takon ne të flasim sepse jemi në një festival të fëmijësh, por bashkëpunimi duhet thënë që ka qenë shumë i suksesshëm dhe frutëndës. Kemi shfrytzuar teatrin për gati 5 vjet në edicionin e 5 dhe për të shprehur falënderimet zonjës Zamira Kita që na ka dhënë mundësinë për të shfrytzuar teatrin. Marino, po ty, a mendoni se aktivitetet të tilla ju afrojnë më shumë me kulturën italiane? Po, patjetër, është evidente që kjo të afron më shumë me kulturën italiane, jo vetëm ky aktivitet, por të gjitha aktivitetet që organizon ambasada italiane. Sepse je në një urë lidhse mes Italisë dhe Shqipërisë dhe ti qëndron aty në mes dy kulturave, je në një bashkëpunim të ndërsjellët, ti je për ta, ata japin për ty, ti merr nga ata, ata marrin nga ty. Je gjithashtu gjithmonë në kontakt me personalitetet, të cilët mbase në një të ardhmen mund të shërbejnë për punët tua ose për atë çka ti do të arrish të ardhmen. Të ndihmon gjithashtu shumë edhe për gjuhën italiane, sepse nuk e marr rastin edhe nga nxënësit e shkollave nëntëvjeçare,
nëpërmjet këngëve italiane ata mësojnë duke u argëtuar siç edhe mësues Eugenia. Por mund ta vet shembullin tim, unë kam ndjekur Zekino Doron, italian që i vogël, dhe fare tyre kam mësuar shumë fjalë italiane, siç e kam thënë në episodin e parë kam qenë i ftuar, që kënga ka qenë gjithmonë një ndihmë për mua për të mësuar gjuhën italiane. E kuptoj. A do të merrje sërish në vitin e ardhshëm, më fal pjesë? Patjetër, me kënaqësi, unë fatkeqësisht nuk kam gjatë 9 vjeçarisht nuk kam qenë nxënës i seksioneve dëgjuese. Kam qenë pjesë në një shkollë që ka patur gjuhë anglisht dhe frëngjisht, por jam njohur, si thua, me ngjarjen e Zekino Doro në Albania. Dhe sigurisht do të merrja pjesë pa diskutim, jo vetëm për faktin e bashkëpunimit, por mbi të gjitha për të bërë atë që unë ndihem më mirë, organizimi, spektakleve, bota e artit dhe padyshim që do të më mungoj. Shumë vitin e kaluar si pjesëmarrje fundit që do të jetë. Cila ka qenë pjesa më e bukur e përgatitjes për këtë festival? I gjithë procesi. I gjithë procesi ka qenë lodhje e bukur. Nuk mund ta quaj thjesht një lodhje që do heq dorë. Ka qenë lodhje e bukur dhe e vlefshme. Sepse nga viti i kaluar kur isha thjesht me një poezi, këtë vit erdha në një ndryshim 360 gradë ku pata mundësinë jo vetëm të performoja një pjesë më të gjatë, një prozë të Stefano Benit si homazh për të, por gjithashtu edhe të merrja pjesë në aspektin organizues, logjistik, lidhje kontaktesh, organizimi i fëmijëve në pjesën e daljes, hyrjes për në prapasken, për hyrjen e sallë për mos shkaktuar ato zhurmë apo bezdisje për publikun. Kështu që mendoj që nga edicioni rrita dhe meritemi dhe lodhja, por ishte lodhje e bukur dhe e vlefshme, si që thash. Profesore, a mendoni se aktivitetet e tilla duhet të organizohen akoma më shpesh në shkolla? Pensa lei che questa attività devono essere più presenti nella vita degli alunni o devono essere organizzati più spesso? Onestamente la sezione italiana del liceo e delle scuole novennali organizza tantissime attività, quindi più spesso di così mi sembra impossibile. Sinqerisht, seksionet dëgjuese si ato të shkollave nëntëvjeçare ashtu edhe të gjimnazit organizojnë aktivitete shpesh herë, nga pothuajse çdo javë ose çdo muaj. Dhe më shumë se kaq mendoj se do të jetë e pamundur të kemi. Do të jemi gjithmonë shumë të angazhuar, madje Jona e përmendi pak më parë. Kjo periudhë ka qenë shumë e angazhuar për seksionin ton, por gjithashtu edhe për ta. Do të jetë edhe më e angazhuar fal projekteve të reja, fal projekteve ekzistuese. Dhe do të jetë gjithmonë një bashkëpunim i ndërsjellë mes nesh, që do të ketë gjithmonë shumë aktivitete dhe ju ftojmë të gjithëve që na ndiqni në këto aktivitete. Çfarë pritshmëri keni për edicionet e ardhshme? Quali sono le sue aspettative per le prossime edizioni? Quali sono le aspettative? Ma spero che l'anno prossimo innanzitutto questo festival possa avere luogo, che le condizioni di collaborazione tra le istituzioni ce lo consentano. E probabilmente mi piacerebbe vedere partecipare più scuole e anche avere una giuria dei ragazzi, perché no? Anziché lasciare la giuria, la decisione dell'assegnazione dei premi agli adulti, fare una giuria di bambini che sicuramente interpreterebbero questo ruolo con grande entusiasmo. Vitin e kaluar, si fillim shpresojmë të kemi një vend ku ta zhvillojmë festivalin, të kemi mundësi për ta zhvilluar, por do të dëshironte që të kishim një juri fëmijësh, në të cilën ata do të merrin ato role, do ta kishim me shumë entuziazëm, por edhe pjesëmarrjen e më shumë shkollave. Të kemi më shumë shkolla, siç këtë vit patëm shkollën nga Rajca, shkollën Fush, të cilët sollën shumë energji dhe shumë alegri në skenë me vallet tradicionale. Marino, ty si të ka ndihmuar mësimi në seksionin dëgjues për të formuar në italisht? Më ka ndihmuar shumë, sepse unë nga një italishte autodidakte erdha duke mësuar një italishte me rregulla dhe baza të saktë të kësaj gjuhe. Dhe më ka ndihmuar shumë të kuptoj strukturën e gjuhës, më ka ndihmuar shumë të hap më shumë horizonte, sepse një gjuhë është një pasaport që ti e ke gjithmonë në xhep. Dhe të ndihmon më shumë për ta për më shumë dritarin e përbotës që thash pak më parë. Më ka ndihmuar shumë të kuptoj më shumë tekstin, të kuptoj më shumë personazhin, të kuptoj më shumë mirë rolin që un kam konkretisht për Zekino Doron, por gjithashtu edhe të krijoj më shumë bashkëpunime të reja. Cilat janë disa nga avantazhet më të mëdha që ti ke përfituar nga ky festival?
rritja artistike në radhë të parë, ka qenë më shumë koordinimi vetes time, unë të koordinoj planet e mia, të bëj më i rregullt, sepse jam pak e çrregullt edhe më ka ndihmuar që të jem më i organizuar, duke kuptuar më shumë nga disiplinën e punës apo disiplinën e përgjithshme. Gjithashtu më ka ndihmuar dhe fakti i njohjeve të reja, fakti i festivali ka më njohje tek shkolla nëntëvjeçare, kështu që është çdo gjë një marrëdhënie që vlen për të vlerësuar. A mendon se mësimi në DGU ju përgatit akoma më mirë edhe për universitetin, por edhe për të ardhmen? Patjetër, një gjuhë e huaj është një pasaportë që nuk të lë asgjë në baltë. Qoftë edhe një gjuhë të largët, kinezisht apo rusisht të dish, të jep gjithmonë oportunitete të reja që ti të jesh gjithmonë në kontakt me botën. Për sa i përket universiteteve, patjetër që të ndihmon të jep mundësi të studiosh qoftë në universitete të huaja në vendin tënd që kanë perspektivë, apo dhe jashtë vendit për një perspektivë më të mirë. Unë ju falenderoj shumë që ishi sot këtu me ne, ju uroj shumë suksese, grazie. Grazie voi. Faleminderit dhe ju për ftesën, ishte kënaqësi që të ishim. Shumë faleminderit. Faleminderit. Dhe shpresojmë që të jemi sërish me aktivitete të tjera. Speriamo di essere qui con nuove attività e nuovi progetti. Shpresojmë. Ne aspettiamo. Grazie, faleminderit. Mirupafshim. Mish, ishim këtu me mësuesen koordinatore Eugene Gjornado dhe Marino Qosen, gjimnast në Themistokli Kërmenjit, ku folim gjëra gjatë për aktivitetin Zekino Doro. Do të rikthehemi pas pak në studio me të ftuarit e radhës. Na ndiqni. Jemi rikthyer përsëri në studio, këtë radhë me mësuesen e gjuhës italiane, mësues Emiliana Çipin, të shkollës Pandelit Sale, e cila ka qenë fituese e këtij sezoni, këtij edicioni të festivalit Zekino Doro. Ndërkohë që në studion paralele kemi të ftuar edhe voglushët që kanë qenë pjesë e korit të këtij festivali. Përshëndetje. Përshëndetje. Fillojmë njërë me fëmijët. Si unë djetë kur morët pjesë në festivalin Zekino Doro? Kur unë mora pjesë në festivalin e Zekino Doro, unë ndjeva shumë emocionuar dhe shumë e lumtur njëkohësisht, pasi ishte hera e parë që unë u bëra një soliste dhe me ndihmën e shoqes sime Anja, ja dolëm dhe nxorëm një mesazh për këngën Balano. Çfarë mësuat ju nga kjo eksperiencë? Nga kjo eksperiencë ne mësuam se si të mposhtim emocionet tona dhe se si të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. A ju motivon ju muzika që ta mësoni më tepër gjuhën italiane? Po, ne na motivon muzika që ta mësojmë më shumë gjuhën italiane, sepse me anë të gjuhës italiane ne e pasuruam fjalorin dhe ky ishte një mesazh për të gjithë. Po momenti më i bukur gjatë kësaj eksperience cili ishte? Momenti më i bukur i kësaj eksperience ishte kur u shpallën çmimet dhe kënga ime Coco Dance u shpall si kënga fituese, por edhe momenti më i bukur ishte kur e rikëndova këngën bashkë me ndihmën e balerinave të shkollës dhe kur ambasadori më shpalli si çmimin fitues dhuratë. Për ju çfarë bëri këtë festival të dukej më i veçantë krahasuar me aktivitetet e tjera shkollore që ju kryeni? Ndryshe nga aktivitetet e tjera, këtë festival e bën kënga dhe kërcimi. Ne kënduam si këngëtar të vërtet dhe kërcyem si balerin të vërtet dhe jam e sigur që emocionet tona janë të njëjtë me ato të profesionistëve. A ishte ora parë që ju dilin në një skenë të tillë dhe si ishte për ju të performonit në teatrin Andon Zako Çajupi? Për mua ishte hera e katërt që ngjitesha në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi për të performuar dhe kjo skenë na dha emocionet e performuesve të vërtetë. Ndërsa për mua ishte hera e dytë dhe këtë vit këndova një këngë në bashkëpunim me një shoku tim, e cila kënga quheshe Una parola magica. A ju ka ndihmuar ky festival që ta shprehni më tepër talentin tuaj? Po, ky festival na ka ndihmuar shumë që ne ta shprehim talentin ton dhe unë personalisht u ndjeva shumë e emocionuar sepse bashkë me vajzat e kërcimit përgatitëm 2 kërcime për këngën Una parola magica dhe Cocinella Sfortunella, të cilën e shfaqim në skenën e teatrit. Çfarë ju pëlqen më shumë nga gjuha italiane? Më pëlqen shumë gjuha dhe kultura italiane dhe si italianët e shprehin dashurinë nëpërmjet këngëve.
Gjithashtu, ne na pëlqen edhe koncerti Zekinodoro, që është pjesë e kulturës italiane. A do t'ja rekomandonit këta aktivitet shokëve tuaj? A do ju thoni që të bëheshin dhe ata pjesë? Po, sepse ky aktivitet na mëson shumë për gjuhën italiane dhe është një aktivitet shumë i bukur. Dhe mua gjithashtu do ta rekomandoja këtë aktivitet në shokët dhe shoqet e mia, pasi ne mund të flasim më shumë italisht dhe mësojmë rreth kulturës të italianëve. Shumë faleminderit vajza. Shumë faleminderit. Suksesa. Mirupafshim. Mësesa, sa i rëndësishëm është ky festival për nxënësit që e mësojnë gjuhën italiane? Atëherë, festivali Zekinodoro është një ndër festivalet më të rëndësishme për fëmijë në të gjithë botën. Dhe normalisht si projekt kur u zhvillua vitin e parë në Shqipëri dhe sidomos në Korçë, unë ndjem shumë të gëzuar, të emocionuar dhe i dham një rëndësi të veçantë. E para sepse punoj me fëmijët kanë shumë talente, kanë shumë dëshirë të shprehin emocionet e tyre, dhe e dyta sepse gjuhët në përgjithësi dhe sidomos gjuha italiane mësohet shumë bukur nëpërmjet këngës. Çfarë vlerash kulturore sjell Zekinodoro për shkollat e Korçës? Vlerat kulturore janë të shumta. Unë do të veçoja Zekinodoro në Korçë është një festival i vërtet për fëmijë. Do me thënë sjell atë kulturën se si fëmijët të marrin një emocion, të ndjejnë duartrokitjet e publikut, të interpretojnë në skenë, të mposhtin emocionet dhe normalisht të transmetojnë nëpërmjet këngëve mesazhe shumë të rëndësishme. Si ishte përgatitur seksioni 2 gjuhësh për këtë aktivitet? Përgatitja fillon rreth një muaj më parë, në momentin që ne vendosim përzgjedhjen e këngëve. Puna e parë që bëjmë është përzgjedhja e këngëve. Normalisht këngët sugjerohen me një listë nga ambasada italiane ose thjesht këngë të cilët fëmijët i kanë shumë qejf dhe i kanë dëgjuar nëpërmjet YouTube-it, mjafton që të jenë këngë pjesëmarrëse në Zekinodoro. Pas e kemi përzgjedhur këngët, normalisht puna fillon me mësimin e këngëve. Duke qenë se është një festival dhe përveç fjalës është shumë e rëndësishme dhe këndimi, na ndihmojnë shumë mësuesi i artit në shkollën tonë, na ndihmoi këtë vit Joan Hoxha, të cilin unë e falenderoj, dhe përsa i përket shkollës Sevasti Qiriazi, mësuese Almën, të cilin e përshëndesim dhe i dërgojmë një puthje nëpërmjet ekranit, pavarësisht se sot nuk mundi dot që të ishte këtu, e ndihmoi mësuesi muzikës. Profesore, po pjesa më e vështirë për përgatitjen e nxënësve, cila ka qenë? Pjesa më e vështirë do ishte veçimi i solistëve. Duke qenë se të gjithë fëmijët kanë dëshirë të këndojnë, të gjithë fëmijët kanë pasion këngën, është veçimi i solistëve. Do me thënë, të këndosh në skenë duhet normalisht të jesh edhe pak profesionist. Në kuptimin, do me thënë që ti të jesh i aftë për të kënduar, dhe veçimi i solistëve nga të gjithë pjesëmarrësit është një moment i vështirë. Megjithatë, ne mundohemi që të kënaqem dhe të përzgjedhim ata që janë më të talentuar. Ndihmon muzika në mësimin e një gjuhe të re të huaj? Unë do thoja që muzika ndihmon dhe ndihmon jashtëzakonisht shumë, sidomos në mësimin e gjuhës italiane. Italishtja është një gjuhë e bukur, muzikore, e cila mësohet jashtëzakonisht shumë thjesht nëpërmjet muzikës. Profesore, ju a mendoni se duhet të kemi akoma më shumë aktivitete të tilla dhe të organizohen sa më shumë dhe më shpesh në shkolla? Unë mendoj që aktivitetet të këtij lloji ndihmojnë jashtëzakonisht shumë fëmijët të pasurohen me eksperjenca të ndryshme, të mposhtin emocionet, të transmetojnë mesazhe të shumta. Sa më shumë aktivitete të këtij lloji të krijohen, të organizohen, normalisht është një ndihmës shumë e madhe për ta. Çfarë pritshmërish keni për edicionet e ardhshme të Zekinodoros? Jam e bindur që Zekinodoro, duke parë entuziazmin në mënyrën se si organizohet në Korçë, do të vijojë edhe në vitet në vazhdim.
Pritshmëritë janë gjithmonë në rritje, do me thënë eksperienca ky është e viti 4 dhe nga vitit në vit ne shikojmë një përmirësim shumë të madh, kështu që besoj se edhe vitet e tjera do jenë më mirë të organizuara. Profesore, shumë faleminderit që ishit. Faleminderit edhe juve, ju uroj shumë sukses. Shumë faleminderit. Miq, kjo ishte gjithçka për episodin e sotëm të rinjt për të rinjt. Kemi folur në gjerësi për festivalin Zekino Doro, ku kemi patur të ftuar 2 mësueset italiane, mësuesen koordinatore dhe gjithashtu edhe mësuesen e shkollës fituese Pantelicales. Gjithashtu edhe fëmijët pjesëtar të shkollës Pantelicale, antar të korit të cilët e fituan këtë festival. Deri në episodin e javës, na ndiqni.